Pra, e kemi dëgjuar të gjithë apo jo? Burrat thonë se gratë janë tepër emocionale. Gratë ankohen se burrat janë si mure guri. Është ankesa klasike. Po sikur rënjet e këtij problemit ishin shumë më thellë nga sa e mendojmë. Po sikur të ishin të lidhura drejt për drejt me mënyrën si funksionon truri. Le të zbulojmë bashkë jetën emocionale të burrave. Ja ku kemi një shembull perfekt. Këto janë fjalët e Nilit, një arkitekt 48 vjeçar, i cili ndihet totalisht i dëshpëruar nga tensioni në marrëdhënien e tij. Gruaja e tij, Daniel, ndihet e pakuptuar, kurse ai ndihet i pafuqishëm. Fjalët e tij në fakt kapin një frustrim që shumë njerëz e ndjejnë, por shumë pak e kuptojnë vërtet. Dhe ja ku e kemi. Thelbin e problemit. Përfytyroni skenën. Danieli kthehet në shtëpi e mbytur në stres nga puna. Dhe gjithçka që kërkon është pak mbështetje. Dhe çfarë bën Nel? Bam! Kalon direkt në modalitetin le ta zgjidhim këtë. Por problemi është se ajo nuk kërkon zgjidhje. Ajo kërkon thjesht dikë që ta ndjej. Këtu kemi një mospërputhje totale në mënyrën se si ata i përjetojnë emocionet. Pra, le t'i futemi më thellë kësaj ankesës klasike. Pse në fund të ditës, Neil dhe Daniel duket sikur flasin gjuhë krejtësisht të ndryshme emocionale. Ajo ankohet se ai bëhet si robot, pikërisht kur ajo ka më shumë nevojë. E gjitha çfarë do ajo është që dikush ta dëgjojë. Dhe për të kjo sjellje është prova e qartë se atij thjesht nuk i bëhet vonë. E dini, për një kohë shumë të gjatë, shpjegimi ishte i thjeshtë. Kështu jemi rritur. Të gjitha këto dallime i atribuoheshin edukatës. Për shkenca moderne, na tregon një histori tjetër. Përpunimi emocional në trurin mashkullor dhe atë femëror është i ndryshëm në nivel biologjik. Pra, le të shohim dy sisteme kyçe që janë në qendër të gjithë kësaj. Mirë, i pari në radhë, sistemi i neuroneve pasqyrë ose shkurt EMN-s. Mendojeni këtë si sistemi i trurit për ndjenjen. Është ai që na lejon të ndjejmë dhimbjen e dikujt tjetër ose gëzimin e tij. Kur shihni dikë duke buzëqeshur ose duke qarë, këto neurone aktivizohen dhe ju përjetoni një lloj jehone të atij emocioni. Ky, në thelb, është empatia emocionale. Dhe pastaj kemi diçka krejt tjetër, kryqëzimin temporal parietal ose TPJ. Ky sistem është komplet ndryshe, në vend që të ndjej bashkë me dikë. TPJ-a bën një hap prapa dhe analizon situatën nga distanca. Funksioni i tij? Të kuptoj problemin në mënyrë logjike dhe, ta gjej një zgjidhje. Kjo quhet empatia kognitive ose njohëse. Dhe pikërisht këtu, qëndron dallimi thelbësor. Të jemi të qartë, të dy agjinit i kanë të dy sistemet, por ja ku është çelësi. Truri femëror ka tendencën të qëndrojë më gjatë në sistemin MNS, duke e përjetuar plotësisht emocionin. Nga ana tjetër, truri mashkullor bën një kërcim dhe atë shumë të shpejt nga MNS tek TPJ, pra nga ndjej tek zgjidh. Okej, le t'i kthehemi Neili dhe të shohim çfarë ndodh në trurin e tij. Në momentin që Danielët fillon të flasë, nësësja e tij ndizet për disa milisekonda. Pra, ai e ndjen vërtet shqetësimin e saj, por pastaj, pothuajse menjëherë, TPJ-ja merr timonin, e shkëput nga emocioni dhe e fokuson të gjithin te gjetja e një zgjidhjeje. Ironia, për Neilin të gjesh një zgjidhje është akti më i madh i dashurisë, kurse për Danielën, ky kalim i rrufeshëm duket si ftohtësi dhe indiferencë. Dhe kjo na sjell pikërisht tek ajo që quhet fytyra e djalit. E dini, ajo shprehja boshe që Daniela e sheh tek Neili gjatë këtyre momenteve. Pyetja është, a është kjo shenjë se ati vërtet nuk i bëhet vonë, apo mos po fshet diçka shumë më të thellë? Kjo është një pyetje që godet në zemër një nga stereotipet tona më të mëdha. Shoqëria na ka mësuar se burrat janë më pak të ndjeshëm, apo jo? E po, përgatituni, sepse kërkimet shkencore na tregojnë një pamje krejtësisht tjetër, shumë më komplekse dhe, sinqerisht, mjaft befasuese. Shikoni këtë grafik. Kjo është vërtet e jashtëzakonshme. Studimet kanë matur reagimin e muskujve të fytyrës. Dhe çfarë zbuluan? Reagimi fillestar, ai i pavetëdijshëm, i burrave ndaj fotove emocionale, është në fakt më i fortë se ai i grave. Por, çfarë ndodh pastaj? Pothuajse në të njëjtin çast, ky reagim shtypet, fshihet, ndërkohë reagimi i grave bëhet edhe më i dukshëm. Do me thënë, çfarë do të thotë e gjithë kjo? Ajo fytyra poker, e famshme mashkullore, nuk është shenjë se atij i mungojnë ndjenjat.
Absolutisht jo. Është një sjellje e mësuar, një refleks automatik i zhvilluar që në fëmijëri për të maskuar emocionet. Ata i ndjejnë ato, madje, siç e pam, fillimisht më fuqishëm, por janë të kushtëzuar që t'i fshehin. Mirë, deri tani folëm për qarqet e trurit, për hardware-in, por ka edhe një shtresë tjetër, po aq të fuqishme, që ndikon te reagimet tona, software-i kimik i trurit. Po flasim për hormonet. Hormonet seksuale si testosteroni dhe estrogeni luajnë një rol gjigant në mënyrën se si ne i përjetojmë emocionet. Le ta shohim kështu. Truri mashkullor funksionon me një koktej ku dominojnë testosteroni dhe vazopresina. Këto janë hormonet e lidhura me agresionin, dominancën dhe, me atë sistemin analitik TPJ. Truri femror, nga ana tjetër, ka një koktej tjetër, të pasur me estrogen dhe oksitocin, të cilat forcojnë lidhjen, ndjeshmërinë dhe sistemin MNS. Këto dy kokteje të ndryshme hormonale në thelb krijojnë dy realitete të ndryshme emocionale. Për ta kuptuar më mirë fuqinë e kësaj kimie, le të takojmë Joe-n, 45 vjeç. Gruaja e tij është shumë e zemëruar me të për një sherr që pati me një taksist. Nga këndvështrimi i Joe-t, ajo po e egzageron. Por, ky incident i vogël në fakt është një dritare perfekte për të parë se si hormonet mashkullore mund të shkaktojnë një reagim zinxhir shpërthyes. Ja si ndodh gjithçka, hap pas hapi. Fillimisht, frustrimi në trafik. Kjo shkakton një vërshim të testosteronit dhe hormonit të stresit, kortizonit. Menjëherë, qarqet e luftës në tru ndizen. Pastaj vjen kontakti fizik, edhe pse i lehtë. Dhe në atë moment, ndodh diçka drastike. Pjesa racionale e trurit, lobet frontale, praktikisht shkëputen nga priza. Në atë çast, Joy nuk po mendon më. Ai është plotësisht në modalitetin instinktiv të luftës. Kjo gjendje e ka një emër shkencor. Quhet zemërim autokatalitik. Kjo do të thotë që është një cikël që ushqen vetveten, si një top dëbore që rritet ndërsa rrokullitet. Hormonet që çlirohen ulin ndjenjen e frikës dhe, që është më e çuditshmja, mund të krijojnë edhe një ndjesi euforie, një lloj haji fuqie. Kjo e bën këtë lloj zemërimi jo vetëm të vështirë për të ndalur, por në një nivel primitiv, madje edhe shpërblyes. Dhe mos mendoni se këto shtytje biologjike shfaqen vetëm në shtëpi apo në rrugë, as pak. Ato janë po aq të fuqishme, ndoshta edhe më shumë, në botën profesionale. Pra, le t'i kthehemi përsëri Nilit për të parë se si këto forca të njëjta ndikojnë në jetën e tij në zyrë. Pra, ja situata. Presidenti i firmës ku punon Neil njofton se do të dalë në pension, dhe papritur, e gjithë hierarkia tronditet. Për trurin mashkullor, një hierarki e paqëndrueshme është një sinjal alarmi, një burim i jashtëzakonshëm stresi. Neil aplikon për postin e lartë, por sigurisht edhe rivali i tij më i madh, George, bën të njëjtën gjë, dhe kështu, betejë fillon. Shkenca na e shpjegon qartë këtë. Kur burrat ndodhen brenda një hierarkie të qëndrueshme, ku gjithçka është e qartë, nivelet e testosteronit dhe kortizolit janë më të ulta. Ata ndjehen më të qetë, më të sigurt. Por në momentin që ky rend vihet në dyshim, siç ndodhi në firmën e Neilit, truri fillon të pompojë këto hormone me fuqi të plotë. Në thelb, po e përgatit trupin për atë që e percepton si një luftë për territor. Dhe pikërisht kjo po ndodh brenda Neilit. Ai po përmbytet nga hormonet e stresit dhe agresionit, të cilat po e mbajnë zgjuar gjithë natën. Thellë në trurin e tij, qarqet e lashta të frikës territoriale janë ndezur. Dhe nuk ka rëndësi që ai është një arkitekt i qytetëruar i shekullit të 21-shit. Biologjia e tij po e përgatit për një betejë për status dhe dominancë, tamam siç do të ndodhte me paraardhësit e tij mijëra vjet më parë. Kur Neil me në fund të fiton promovimin, lehtësimi që ndjen është i pamas, por keni parasysh, nuk ka të bëjë vetëm me titullin e ri apo rrogën më të lartë. Në një nivel shumë thelbësor, ka të bëjë me rivendosjen e stabilitetit. Tani që ai e ka siguruar vendin e tij në krye të hierarkisë, truri i tij më në fund mund të çlirohet nga stresi. Rendi u rivendos. Pra, cili është përfundimi i gjithë kësaj? Duket se burrat dhe gratë shpesh operojnë me dy sisteme të ndryshme emocionale, të dyja të formuara nga biologjia jonë. Dhe të kuptosh këtë themel është çelësi, mund ta transformojë gjykimin tonë në mirëkuptim të vërtetë. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, ndoshta më të rëndësishme. Ta dish që këto dallime ekzistojnë është vetëm hapi i parë. Hapi tjetër, ai më i vështiri, është të mësojmë të bëhemi përkthyes më të mirë mes këtyre dy gjuhëve emocionale. Si mund t'i përdorim këto njohuri për të ndërtuar ura të vërteta mirëkuptimin në jetën tonë?
Kjo, besoj, është pyetja që ja vlen ta marrim me vete.